jetën, shpjegon përmes fragmentit titullin e pjesës, argumenton të veçantën e kësaj pjese teatrore, komenton fragmente nga pjesa, dallon ironin dhe argumenton efektin e saj. Nxënës, ju jeni njohur se si vjet në skenë një dramë. Në një dramë, rol dhe funksion luan skenaristi, regjisori, kostumografi, sufleri, muzikanti, personazhi, skena. Pak fjalë për autorin Luigi Pirandello, 1867-1936, ishte një shkrimtar, dramaturg dhe poet italian, fitues i çmimit Nobel për letërsi për vitin 1934. Është autor i qindra tregimeve dhe rreth 40 dramave që padyshim e bëjnë Pirandellon dramaturgun më të madh të kohës. Drama e tij më e njohur është 6 personazhe në kërkim të një autori. Farsat tragjike të Pirandellos janë vlerësuar shpesh si pararendse të teatrit absurdit, duke paraprirë në një farë mënyre shkrimtarëve si Becketi, Pinter dhe Ionesco. 6 personazhe në kërkim të autorit, 1921. Është një nga veprat më të rëndësishme të dramaturgjisë botërore të shekullit 20. Në këtë vepër është përmbledhur gjithë gjenialiteti krijues dhe pasioni i madh për teatrin i një prej fituesve të çmimit Nobel, shkrimtarit dhe dramaturgut italian Luigi Pirandello. Subjekti vendoset në skenën e një teatri ku një grup aktorësh janë duke bërë prova. Pikërisht aty, në një ditë të zakonshme, shfaqen nga kush e di se ku 6 personazhe, kur regjisori i pyet se përse kanë ardhur, ata i përgjigjen se kërkojnë një autor, sepse një autor tjetër, pasi ka krijuar në fantazinë e tij, i ka refuzuar dhe nuk i ka futur në botën e artit. Një përgjigje e tillë shkakton të qeshura tek aktorët dhe regjisori. Pas këtij reagimi, personazhet përgjigjen të fyer dhe të prekur se ata mbartin një dramë tepër të dhimbshme brenda vetes dhe e vuajnë. Një dramë që merr frymë, flet, lëviz vet dhe prandaj këmbgulin që të shfaqet në skenë. Drama e tyre ka në qendër një familje të shkatëruar, babai, thjeshtra, nëna, biri, vogëlushja dhe djaloshi, një familje ngatruar në një histori tepër tronditse. Rezultati që përftohet në përpjekje për të vënë në skenë këtë dramë është një përzierje tragjikes me komiken, e fantastikes me realiste, një situatë humoristike, tepër e veçantë dhe ndëlikuar. Drama përcjell historinë që rrëfet nga vetë personazhet pjesëmarrës, kurse komedia krijohet nga përpjekja e kotë që kjo dramë të mund të realizohet në skenë sepse personazhet nuk bien dakord me aktorët. Madje përfshin në një konflikt me kthesa humoristike ata që janë më të rëndësishme, personazhet apo njerëzit e gjallë. 6 personazhe në kërkim të autorit është një vepër që pasqyron fuqishëm natyren tragjikomike të ekzistencës sonë dhe dhimbjen e të ekzistuarit. Por ajo është edhe një dramë e fuqishme sociale, që vë gishtin në plag si degradimi i familjes, varfëria, prostitucioni e të tjerë. Interpretimi i fragmentit, regjisori. Qesharake, e ç'dashkeni ju të bëj unë, ku nga Franca s'po vjen asgjë për të qenë dhe jemi katandisur të dhem në skenë komedinë e Pirandellos që kush kupton përnder ati bravo i qoftë, sa komedi të shpifura që sikur janë shkruar kastile për të mos të lënë të kënaqur as njeri, as aktorët, as kritikët e as publikun. Po, mor zotni i mirë, do ta vini kësurën e kuzhinierit që të shke me të, edhe vezët, po do t'i rrihni,
Dhe pandeni ju se me këto vezë që po rini, i dhat fund punës suaj. Gabojeni, ju duhet të përfaqësoni edhe guaskën e vezëve që po rini. Qetësi, dhe kini mendjen këtu kur shpjegoj. Po zotni, guaskën që do të thot formën e arsyes, e cila pa mbushullimin e instiktit të verbër, është e zbrazët në secilit rolin e vet. Ju jeni arsyeja, ndërsa gatesa juaj instikti. Roli juaj këtu është të paraqisni marionetën e vetes tuaj. Kuptuat? Shpjegimi për titullin është: autori braktis personazhet e tij sepse ekziston një kaos, mungesë rregulli e përgjegjshmërie në rolin që ata kanë në jetë. Në tekst kjo përcillet përmes kaosit, gjërave të pambaruara, ardhjes me vonesë dhe të papërgatitur të secilit, mos respektimit të orareve, rregullave e detyrimeve që ata kanë. Kalojmë në analizën e tekstit. Autori vendos personazhet në situata absurde dhe brenda për brenda një teatri tjetër. Jeta e gjithkujt është një teatr, ku ka njerëz që marrin rolet e realizuesve të skenës me të gjitha atributet. Pra, njeriu në jetë është një personazh rrethuar nga sufler, të cilët i tregojnë vazhdimisht atë që duhet të bëjë dhe që marrin rolin e diktuesve të jetës së të tjerëve. Çdo njeri në jetë ka një të vetin dhe në të duhet të pasqyrojë realisht karakterin, ndjesitë e të tjera. Pra, produkti i tij janë ato që ai pasqyron me personalitetin e tij çdo ditë. Në dialog thellohet absurditeti, ironia e autorit me personazhet e tij. Regjizori përfaqëson mediokritetin e njerëzve që çdo gjë e duan gati, madje duke përdorur dhe emrin e tij, Pirandellos, si një autor, gjë që në fakt nuk kuptohet nga publiku. Regjisori, duke qëndruar ide se veprat më të bukura vinin nga Franca dhe duke mohuar talentin e njerëzve që ka përreth, përfaqëson jo thjesht krizën e artit, por në radhë të parë krizën e identitetit njerëzor. Ndërkohë që njeriu duhet të jetë kreativ për ata që përfaqëson, ai është pa shpresë, si vetë shoqëria e kohës dhe ashtu quajtura elitë e saj. Duke u dorëzuar me një ton dramatik, ai vën në skenë diçka që s'ka kuptim dhe kjo lloj vazhdon, kjo krizë ekzistencës dhe identiteti njerëzor vazhdon me gjërat e kota që njeriu bën në jetë, pa qëllim emotiv, thjesht për të zënë kohën e tij, raja e vezëve, lëvozhga e të tjerë. Absurditeti duket edhe në mënyrën se si Pirandello e bën të shprehë regjisorin, i cili përdor termat arsye, gates, instinkt e të tjerë. Jetën e njeriut e paralelizon me procesin e gatimit të një veze, ndërsa vezën me njeriun. Edhe ai vetë e kupton se ajo që thot është pa kuptim, por e tillë është jeta e njerëzve, të cilët jo rrallë bëjnë gjëra pa kuptim dhe nuk kanë një model, motiv, identitet. Personazhet kanë humbur autorin e tyre dhe gjejnë një regjisor që të mund t'u jap një identitet për të vënë në skenë pjesën e krijuar dhe rolet që autori u ka përcaktuar. Autori përmend emrin e tij si një autor që shkruan gjëra të kota, pa kuptim dhe pa lidhje. Regjisori dorëzohet dhe nuk e kupton as vetë atë që duhet t'u shpjegojë të tjerëve. Autori vendos personazhet e tij në një situatë krejt absurde, ku mungon një autor, krijimi një vepre pa autor. Për aktorët ekziston vetëm roli dhe asgjë që lidhet me të, as skena, as teksti. Një vepër pa skenar që nuk ekziston, por që bëhet gati për t'u vënë në skenë me aktor e regjisor. Autori që thjesht ka krijuar personazhe që duhet t'i realizojnë rolet e tyre në skenë pa asnjë tek, regjisori është dhe autor i tyre tashmë. Personazhe që nuk din asgjë dhe luajnë role, ata janë aktor të jetës së tyre pa ide e motiv. Detyrë, punoni pikat në faqen 140 dhe do të zgjidhni një personazh dhe interpretojeni bukur atë. Faleminderit.